Mirëmëngjes nga Shqipëria. Mirëmëngjes, Gjensela. E ke kryer obligimin qytetar? Absolutisht që po. Qytetar dhe profesional. Kam votuar dhe kam ndjekur votimet. Jam edhe pa gjumë atje. Patjetër që është një rezultat vlerësues për sa i përket Partisë Socialiste. Një rezultat që nuk pritej. Nuk pritej ky rezultat paktën i cili përkon deri në këto momente, sepse ditën e djeshme përfundoi procesi votimi, ditën e sotme ka përfunduar procesi numërimit në disa bashki, por duket edhe trendi se si po shkojnë këto zgjedhje, një rezultat zhgënjyes për sa i përket Partisë Demokratike dhe liderit të saj historik Sali Berisha, ky i fundit i cili her pas here shpreh se do t'i vinte fundi i regjimit të Partisë Socialiste dhe kryeministri Edi Rama, por me sa duket gaboi edhe këtë herë. Është kryeministri Edi Rama dhe Partia Socialiste, ata cilët deri në këto momente kanë grumbulluar diku rreth 217.000 vota, nga ana tjetër Partia Demokratike ka grumbulluar jo më shumë se 140.000 vota, absolutisht që ky është një informacion paraprak, ka ende kuti për të numëruar, por trendi kuptohet nga media, trendi kuptohet edhe nga qytetarët, që absolutisht shumë pak mund të thotë dhe mund të ketë shpresë se mund të ketë një ndryshim për sa i përket trendit e se Partia Demokratike mund të fitojë. Fiton e vetë me Partia Socialiste, absolutisht që i siguron jo vetëm 71 mandate që i duen për të formuar qeverin e re, por siguron diku rreth mbi 80 mandate, 74 ka sot, pra në mandatin e saj të mëparshëm që ende dhe po jetojmë ka patur 74 mandate, ndërkohë që me këtë rezultat rrit retorikën e saj, sepse mund të luajë në retorik pasi mund të marrë më tepër se 6 mandate të tjera, patjetër që mund të kenë të drejtën për të thënë se kanë qeverisur mirë vendin. Nga ana tjetër, Sali Berisha, një rezultat zhgënjyes, por zhgënjyes ka edhe partitë e tjera të vogla, është koalicioni Euroatlantik, është Lulzim Basha, i cili ende nuk ka arritur të marrë më tepër se 5.000 vota në gjithë Republikën e Shqipërisë. 5.000 vota ka mundur të marrë Arelin Qori i Lëvizjes Bashk, një rezultat të mirë, por ende jo fort të kënaqshëm e ka marrë koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, sepse normalisht që vota nuk numërohet në rang vendi, por numërohet në rang qarku dhe duhet kuptuar në rast se Nisma Shqipëria Bëhet do të mund të marrë një mandat e Adriatik Lapajt, ndërkohë nga ana tjetër partia që ka më tepër vota është Partia Social-Demokrate e Tom Doshit, 15.000 vota, ndërsa 10.000 vota ka Partia Mundësia e Agron Shejajt. Patjetër që këto janë vota të konsiderueshme përsa i përket partive të vogla, kur flasim se janë numëruar vetëm 1.600 kuti votimi nga 5.200 të mundshme, pra kemi kemi rreth 4.300 kuti votimi që janë për të numëruar, pra procesi i numërimit të votave pritet që të përfundoj ditën e nesërme, rreth mbrëmjes pritet që të ketë edhe një shpallje të rezultatit para prak, sepse finalin normalisht që ka nevojë për të konkluduar edhe për sa i përket kandidatëve, sepse do të ketë një rinumërim. Numërohen votat e partive politike, më pas do të rihapen edhe një herë kutit për të numëruar votat e kandidatëve, për të kuptuar se kush do të jetë deputetët e ardhshëm të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Kjo është rezumeja, Fieri rezulton qarku surprizë, deri në këto momente janë 12-4 për sa i përket mandateve, 12 mandate Partia Socialiste dhe 4 Partia Demokratike. Një rezultat shumë zhgënjyes edhe në Fier dhe normalisht që Belinda Balluku, zëvendës kryeministrja, ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, njëkohësisht me komunikatat e saj për median her pas here ditën e djeshme ka paralajmëruar këtë fitore të thellë, ndërkohë që pritet për të kuptuar se çfarë do të ndahet për sa i përket partive të vogla. Është Arlind Qori i Lëvizjes Bashk, është Adriatik Lapaj i Shqipëria Bëhet, është Agron Shejaj i Partisë Mundësia dhe patjetër që do të marrë mandat, kjo është pak po e sigurt edhe Partia Social-Demokrate e Tom Doshit, ai i cili pretendon për të marrë 2 mandate në Shkodër, në qytetin e Shkodrës dhe minimumi një mandat në qytetin e Tiranës. Gjensel tha që i ke përcjell zgjedhjet edhe nga afër. Na trego pak, ka pas paregullsi gjatë procesit të zgjedhjeve të votimit? Po në çdo zgjedhje në Shqipëri ka paregullsi, ka
precedent penal, ka precedent kriminal, kjo është e pritshme, por jo të theksuara, nuk ka patur një situatë që vlen të theksohet, ka patur 5 të arrestuar ditën e djeshme në qytetin e Pogradecit pasi një simpatizant i Partisë Demokratike ka dhunuar komisionerin dhe disa prej familjarëve të tij. 2 persona të tjerë janë ende në kërkim dhe numri i të arrestuarve pritet që të shkojë në 7. Një debat i ashpër midis Belind Këlliçit dhe Erion Brashës në njësi numër 5 në Tiranë, të cilë këta të fundit ish kandidati për kryetar bashkie i Partisë Demokratike në Tiranë, Belind Këlliçi ka akuzuar Erion Brashën për manipulim votash, ndërkohë që patjetër që edhe problematika të tjera të vogla ka pasur në përqarqet e tjera, ka patur arrestime për sa i përket shitblerjes së votës, ka patur arrestime për sa i përket fotografimit të votës, por një ngjarje nuk ka ndodhur asnjë ngjarje e rëndë, fatmirësisht, duke rikujtuar kështu vitin 2021, ku në qytetin e Elbasanit, i cili është zona më e nxehtë, ka patur vrasje, ka patur vdekje. Normalisht që ne në Shqipëri, kur nuk ndodhin incidente të tilla, e cilësojmë zgjedhje të qeta. Jemi mësuar me problemet e vogla, kështu që absolutisht që mund të themi që këto zgjedhje të paktën kanë kaluar jo në formë shumë të qetë, por pa rregullsi të mëdha. Gjensel, faleminderit shumë për këtë detaje që na përcjelle për ditën e djeshme së 11 majit për zgjedhjet e gjithashtu edhe për votimin që është bërë në Shqipëri. Për fund, për na pëlqen pamja në të cilën je momentalisht, mundesh a je në Korçë apo ku? Unë jetoj në Korçë, punoj në Korçë dhe gjithmonë do të përcjell lajme edhe nga Korça, por patjetër edhe nga gjithë Shqipëria. Ju përqafoj nga Korça. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për këtë pamje të bukur që na solle nga qyteti i Korçës. Tonk, ditë mbar.